Horoskopi ditor e Mërkur 21 maj 2025. Horoskopi ditor i Dashit 21 maj 2025. Dashi, sot ka të bëjë me gjetjen e ekuilibrit midis ambicieve tuaja profesionale dhe jetës personale. Marsi ju jep energji mendjes, duke nxitur entuziazmin në karrierën tuaj. Është një ditë e shkëlqyer për të marrë me detyra që kërkojnë iniciativë dhe leadership. Megjithatë, ndikimi i Venusit sugjeron nevojën për harmoni në marrëdhëniet personale. Jini të vëmendshëm dhe komunikues me të dashurit. Financiarisht, merrni në konsiderat rivlerësimin e buxhetit tuaj, pasi mund të lindin shpenzime të papritura. Sa i përket shëndetit, kanalizoni shpirtin tuaj energjik në aktivitete në natyrë për të ruajtur shëndetin tuaj fizik. Meditimi dhe ushtrimet e vetëdijes mund të ndihmojnë në përballimin e çdo stresi që shfaqet. Dialogët e hapur në punë mund të çojnë në mundësi të reja, duke përmirësuar peizazhin tuaj profesional. Lundroni me qartësi dhe qëllim, pasi Mërkuri ndihmon në komunikimin efektiv. Besojini instinkteve tuaja, por balancojini ato me konsiderat të menduar mirë për të siguruar rezultate produktive. Kjo ditë ofron rritje dhe mësim nëse i afroheni me vendosmëri dhe empati të matur mirë. Horoskopi ditor i Demit 21 maj 2025. Demi, ndërsa hëna vendoset në sektorin tuaj të komunikimit, prisni një ditë të përshtatshme për biseda dhe rrjedhim efektiv. Shfrytëzojeni këtë nxitje qiellore për të përcjellë qartë idetë në punë ose për të zgjidhur keqkuptimet personale. Urani i bazuar në shenjën tuaj frymëzon inovacion. Merrni në konsiderat trajtimin e problemeve të vjetra me zgjidhje të reja. Këshillohet kujdes financiar, veçanërisht nëse merrni në konsiderat investime kuptimplote. Emocionalisht, sot rrit empatin tuaj, e cila është e dobishme për thellimin e lidhjeve me të dashurit. Vetëdia rritet ndërsa reflektoni mbi zgjedhjet e fundit personale. Përfitimet shëndetësore rrjedhin nga ushqyerja e trupit tuaj me ushqim të ekuilibruar dhe pushim të mjaftueshëm. Energjia juaj krijuese arrin kulmin, prandaj angazhohuni në ndjekje artistike që i përshtaten pasioneve tuaja. Në përgjithësi, kjo ditë ju sfidon të përqafoni ndryshimin në mënyrë konstruktive dhe të forconi lidhjet si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Harmonia ju gjen kur mbani një mendje dhe zemër të hapur, duke i përshtatur veprimet tuaja me vlerat tuaja. Jini të guximshëm por praktik dhe suksesi do t'ju pasojë. Horoskopi ditor i Binjakëve 21 maj 2025. Binjakët me Merkurin, planetin tuaj sundues, i cili stimulon kuriozitetin intelektual, do ta gjeni veten duke u angazhuar me entuziazëm në zgjidhjen e problemeve dhe duke mësuar aftësi të reja. Është një ditë e fuqishme për seanca idesh dhe projekte bashkëpunuese. Profesionalisht, natyra juaj e adaptueshme dhe komunikimi efektiv mund të çojnë në përparime. Financiarisht, kozmosi sugjeron kujdes. Shmangni blerjet impulsive dhe përqendrohuni në planifikimin afatgjat. Në aspektin shoqëror, sharmi juaj është i theksuar, duke e bërë atë një kohë ideale për mbledhje ose rilidhje me miqtë e vjetër. Sa i përket shëndetit, prioritizoni aktivitete që stimulojnë si mendjen ashtu edhe trupin tuaj. Yoga ose një regjim i fitnessi mund të jenë gjallërues. Emocionalisht, merrni pak kohë për të reflektuar mbi përvojat e fundit. Mbajtja e një ditari mund të ofrojë njohuri dhe qartësi. Marrëdhëniet përfitojnë nga shprehja juaj e sinqertë, duke nxitur lidhje të thella. Përqafoni energjinë e sotme me besim, duke eksploruar rrugë të reja dhe duke ushqyer partneritete. Lundrimi me ekuilibër dhe optimizëm sjell rezultate të dobishme dhe kënaqësi personale. Horoskopi ditor i Gafores 21 maj 2025. Gafore, ndikimi hënor i sotëm nxit vetanalizën dhe kujdesin për veten. Do të ndjeni një dëshirë për të tërhequr në shenjtëroren tuaj personale, por kjo mund të jetë një kohë e fuqishme për ndjekje krijuese dhe planifikim të përpjekjeve të ardhshme. Profesionalisht, projektet që kërkojnë përqendrim përfitojnë nga intuita juaj e shtuar dhe vëmendja ndaj detajeve. Mbani marrëdhëniet financiare transparente. Kontrolloni 2 herë detajet për të shmangur gabimet. Marrëdhëniet personale lulëzojnë ndërsa tregoni dëmshuri dhe mirëkuptim. Natyra juaj mbështet se nxit harmoni në shtëpi. Konsideratat shëndetësore sugjerojnë të kënaqeni me një aktivitet qetësues si meditimi ose një shëtitje në natyrë për të rigjallëruar shpirtin tuaj. Edhe pse introspektive, qëndroni të hapur ndaj ftesave spontane shoqërore, pasi ato mund të çojnë në surpriza të këndshme ose miqësi të reja. Ndiqni ekuilibrin në të gjitha aktivitetet për të ruajtur ekuilibrin emocional. Besojini instinkteve tuaja dhe përqafoni rritjen personale.
Sot ofron mundësi si për rivendosjen ashtu edhe për ndërtimin e themeleve për ambicjet e ardhshme, duke hapur rrugën për sukses afatgjat dhe paqe të brendshme. Horoskopi ditor i Luanit, 21 maj 2025. Luani, me diellin që ushen kreativitetin tuaj, sot ju fton të përqafoni ide inovative dhe të shprehni talentet tuaja me guxim. Sa i përket karrierës, ky është momenti juaj për të shkëlqyer duke shfaqur aftësi që ndryshojnë nga e zakonshmja, të cilat potencialisht çojnë në njohje dhe avancim. Financiarisht, mbani një sy në zakonet tuaja të shpenzimeve. Është koha për të dhënë përparësi kursimit mbi blerjet luksoze. Në aspektin shoqëror, tërheqja juaj karizmatike është në kulmin e saj, duke joshur miqësi të reja ose duke forcuar lidhjet ekzistuese. Sidoqoftë, keni kujdes me komunikimin, sigurohuni që fjalët tuaja të përcjellin në mënyrë efektive qëllimet tuaja. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në aktivitetet kardiovaskulare që rrisin energjinë dhe shpirtin. Rritja emocionale ndodh përmes angazhimit në aktivitete komunitare ose në grup ku leadershipi juaj vlerësohet. Reflektoni mbi qëllimet personale dhe përshtatni planet sipas nevojës, duke mbajtur një mendësi fleksibile. Kjo ditë rrit entuziazmin tuaj për jetën, dhe veprimi me integritet dhe dhemshuri siguron ndërveprime pozitive dhe kënaqësi personale. Lëreni dritën tuaj t'ju udhëheqë drejt arritjeve të qëllimshme. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 21 maj 2025. Virgjëresha, energjia kozmike sot me ju nxit të përqendroheni në organizim dhe efikasitet. Përballuni me projekte që kërkojnë vëmendje të kujdesshme ndaj detajeve dhe korrni shpërblimet e zellit tuaj. Profesionalisht, aftësitë tuaja analitike shkëlqejnë, duke e bërë atë një kohë ideale për prezantime ose për të diskutuar strategji të ardhshme me eprorët. Financiarisht, shmangni rreziqet e panevojshme. Shqyrtoni pasqyrat financiare dhe investimet për qartësi. Jeta juaj në shtëpi përfiton nga rregullimi i hapësirave të përbashkëta, duke promovuar harmoninë dhe mirëqenien. Nga ana shëndetësore, përfshini praktika holistike si meditimi ose yoga për të lehtësuar stresin dhe për të rritur mirëqenien. Marrëdhëniet lulëzojnë ndërsa ndani gjeste të menduara mirë dhe dëgjoni me vëmendje, duke ushqyer lidhje më të thella. Balanconi tendencën tuaj për të menduar shumë duke besuar në proces dhe duke qenë të hapur ndaj zhvillimeve të papritura. Shfrytëzoni energjinë e sotme duke ndërmarrë hapa të vegjël dhe të qëllimshëm drejt qëllimeve tuaja, duke siguruar suksesin e ardhshëm. Ruani durimin dhe këmbënguljen dhe do të gjeni si përmbushjen personale, ashtu edhe përparimin profesional të arritshëm. Horoskopi ditor i Peshores, 21 maj 2025. Peshore, energjia e sotme ju rrethon me mundësi për bashkëpunim dhe forcim të lidhjeve. Aftësitë tuaja të natyrshme diplomatike janë të nevojshme ndërsa ndërmjetësoni konfliktet ose nxisni punën në grup. Profesionalisht, përqendrohuni në rrjedhim, aleancat e reja mund t'i rrisin ndjeshëm perspektivat tuaja. Financiarisht, dita këshillon një rishikim të shpenzimeve tuaja, duke u siguruar që ato të përputhen me buxhetin dhe prioritetet tuaja. Emocionalisht, ekuilibri është thelbësor. Sigurohuni që të ushqeni nevojat tuaja duke mbështetur ato të tjerëve. Përfitimet shëndetësore nga ruajtja e ekuilibrit midis punës dhe kohës së lirë. Eksploroni teknikat e vetëdijes për të qetësuar tensionet mendore. Ndjekjet krijuese favorizohen, qoftë përmes artit, muzikës apo projekteve estetike, duke reflektuar ndjenjën tuaj të lindur të bukurisë. Marrëdhëniet lulëzojnë ndërsa shprehni mirënjohje dhe qëllime të dashura. Qasuni ndërveprimeve me hapje dhe sinqeritet, duke njohur ndikimin e mirëkuptimit të përbashkët. Me harmoni dhe qëllimshmëri, lundroni në dinamikën e sotme në mënyrë efektive, duke rezultuar në përparime shpërblyese dhe qartësi personale të rafinuar. Horoskopi ditor i Akrepit, 21 maj 2025. Akrep, natyra juaj hetuese merr drejtimin sot, duke ju shtyrë të zhyteni më thellë në çështjet personale dhe profesionale. Shfrytëzojeni këtë kuriozitet për të zbuluar njohuri që më parë ishin të pakapshme. Sa i përket karrierës, kjo është një kohë e favorshme për kërkime ose planifikim prapas skenave, pasi theksohet mbretësia juaj strategjike. Sa i përket financave, shqyrtoni investimet ekzistuese dhe jini të kujdesshëm ndaj sipërmarrjeve spekulative. Vendosmëria juaj i sheh pengesat si mundësi të thjeshta. Përqafoni kujdesin për veten duke u përfshirë në praktikat restauruese. Aktivitete si shtrirja e thellë ose pilates rrisin fleksibilitetin dhe qëndrueshmërinë. Në frontin e marrëdhënieve, nxisni intimitetin duke ndarë mendimet dhe aspiratat tuaja me të dashurit.
Jini të sigurt, besnikëria dhe mirëkuptimi juaj mund të forcojnë lidhjet. Kini kujdes nga xhelozia ose posesiviteti, promovoni besimin dhe hapjen në vend të kësaj. Shfrytëzoni energjinë introspektive të sotme për t'i dhënë kuptim pyetjeve të mbetura, duke quar në rritje personale transformuese dhe vendosmëri të rigjallëruar. Lejoni që kjo ditë eksploruese të përgatisë skenën për sukseset e ardhshme. Horoskopi ditor i shigjetarit, 21 maj 2025. Shigjetari, sot ju fton për eksplorim dhe kërkim të dijes. Energjia e ditës mbështet kërkimin tuaj për aventurë, duke ju inkurajuar të shkëputeni nga rutina dhe të përqafoni përvoja të reja. Profesionalisht, kjo është një kohë produktive për të zgjeruar aftësitë tuaja përmes kurseve ose punëtorive, duke rritur perspektivat tuaja afatgjata të karrierës. Financiarisht, është e mençur të konsultoheni me ekspert para se të merrni vendime të rëndësishme, duke siguruar zgjedhjet e ekuilibruara dhe të informuara. Në aspektin shoqëror, ndani njohuritë tuaja dhe angazhohuni me perspektiva të ndryshme. Kjo mund të çojë në lidhje kuptimplote. Nga ana shëndetësore, nxitja e qëndrueshmërisë përmes aktiviteteve fizike dinamike i jep energji shpirtit tuaj. Emocionalisht, kërkoni rritje duke reflektuar mbi udhëtimet e kaluara dhe duke vendosur aspirata të reja. Marrëdhëniet lulëzojnë në mjedise që ofrojnë interes dhe mbështetje të ndërsjellë. Ndershmëria dhe besnikëria thellojnë lidhje. Me optimizëm dhe etje për zbulim, lundroni në peizazhin e sotëm, duke gjetur gëzim në territore të reja dhe të njohura. Lëreni shpirtin e aventurës t'ju udhëheqë drejt pasurimit të përvojave dhe njohurive. Horoskopi ditor i Bricjapit, 21 maj 2025. Bricjapi, shtrirja qellore e sotme ju motivon të ndiqni disiplinën dhe zellin në të gjitha përpjekjet. Shfrytëzoni etikën tuaj të lindur të punës për të përmirësuar projektet dhe për të arritur arritje të rëndësishme. Profesionalisht, është një kohë e përshtatshme për të kërkuar role udhëheqëse ose për të filluar planifikimin strategjik afatgjatë. Financiarisht, mbani një qasje konservatore. Rivlerësoni buxhetet dhe objektivat e kursimit me fokus në sigurinë e ardhshme. Jeta personale përfiton nga kultivimi i lidhjeve intime dhe shprehja e mirënjohjes për mbështetjen e të dashurve. Fizikisht, krijimi i një rutine të qëndrueshme ushtrimesh përmirëson mirëqenien tuaj të përgjithshme, duke zbutur stresin dhe duke rritur nivelet e energjisë. Përqafoni durimin në çështjet emocionale, duke lejuar hapësirë për reflektim dhe rritje. Marrëdhëniet gjeni ekuilibër ndërsa adresoni çdo konflikt të pezulluar me mirëkuptim dhe diplomaci. Qasuni sfidave me qëndrueshmëri dhe mendje të hapur, duke siguruar zgjidhje që përputhen si me vlerat ashtu edhe me ambicjet tuaja. Energjia e strukturuar e sotme ndihmon në hedhjen e themeleve për prosperitet të ardhshëm dhe një jetë personale të pasuruar. Horoskopi ditor i Ujorit, 21 maj 2025. Ujori, sot është i pasur me mendime inovative dhe zgjidhje jo konvencionale. Ndërsa ide të reja rrjedhin, shfrytëzoni këtë kreativitet duke u angazhuar në projekte që kërkojnë perspektiva të freskëta. Profesionalisht, jeni gati të dalloheni. Shfrytëzoni njohuritë tuaja unike për të pasur një ndikim të dukshëm. Financiarisht, vlerësoni rrezikun dhe eksploroni rrugët për diversifikim, duke mbajtur parasysh qëndrueshmërinë. Lidhjet shoqërore lulëzojnë ndërsa ndani vizionet tuaja dhe bashkëpunoni me individ me të njëjtat mendime. Sa i përket shëndetit, merrni në konsiderat miratimin e zakoneve të reja që përfitojnë rutinën tuaj, duke përqafuar ndryshimin me entuziazëm dhe përshtatshmëri. Emocionalisht, eksploroni vetëzbulimin përmes praktikave reflektuese ose vetëdijes, duke fituar qartësi mbi aspiratat tuaja. Mbani komunikim të hapur në marrëdhëniet personale, duke nxitur shkëmbime të vërteta dhe duke forcuar lidhje. Qasuni ditës me një qëndrim përqafues ndaj risisë dhe eksperimentimit. Aftësia juaj për të parashikuar trendet e ardhshme mund të çojë në mundësi inovative. Lejoni që energjia progresive e sotme t'ju shtyjë drejt arritjeve, duke përzier imagjinatën me praktikën. Horoskopi ditor i Peshqve, 21 maj 2025. Peshqit, sot sjell qartësi intuitive, duke ju udhëhequr përmes rrymave emocionale dhe krijuese. Kanalizoni natyrën tuaj empatike në shprehje artistike ose në shtrirjen e aktiviteteve në komunitet. Aktivitete ku ju lulëzoni natyrshëm. Profesionalisht, besoni instinkteve tuaja kur lundroni në proceset e vendimarrjes. Kjo do të sjellë përfitime afatgjata. Financiarisht, shmangni angazhimet spontane. Në vend të kësaj, rishikoni investimet dhe buxhetoni në mënyrë strategjike.
Nga ana shëndetësore, jepini përparësi mirëqenies emocionale përmes meditimit ose aktiviteteve me bazë uji, duke harmonizuar mendjen dhe trupin tuaj. Nga ana shoqërore, energjia e sotme rrit aftësinë tuaj për të lidhur thellësisht me të tjerët, duke ndërtuar marrëdhënie më të forta. Qasuni ndërveprimeve personale me hapje, duke ofruar mbështetje dhe duke marrë njohuri. Këto lidhje ushqejnë nevojat tuaja emocionale, duke ofruar qartësi dhe rehati. Përqafoni introspeksionin për të zbuluar motivimet ose dëshirat themelore, duke i përshtatur ato me mundësitë aktuale. Ndërsa dita zhvillohet, lejoni që natyra juaj e dhëmshur t'ju udhëheqë, duke përzierë ndjeshmërinë me veprimin vendimtar për të kultivuar si kënaqësinë personale ashtu edhe arritjet profesionale. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.